Ju përshëndet dhe urojmë informative nderuar teleshikues, jemi së bashku si çdo të hënë mbrëmjen në Sport në fushën e Blu Televizion. Do të flasim për javën sportive që kemi lënë pas, padyshim do të prekim të gjitha aktivitetet e zhvilluara gjatë kësaj jave. Megjithatë, fillimisht prezantoj historit në studio, specialistin e futbollit zotin Arlin Rustemi. Mirëmbrëma Rustemi. Mirëmbrëma Thori. Mario Kalus, trajneri i ekipit të mini futbollit të Flamurtarit, që kur të vijë tjetër do na bëjë titullin kampion se nis shumë shpejt. Mirëmbrëma Mario. Mirëmbrëma. Shkojmë zakonisht jemi mësuar që ne nisim emisionin duke folur për futbollin, duke zënë pjesën kryesore. Ajo sot do ta nis me një nëse mund të themi me ekipin që na bën krenar si qytet, është ekipi Flamurtarit në basketbol për femra. Ditën e shtunë ka fituar Kupën e Shqipërisë në basketbol në Pallatin e Sportit Dimitar Goga në qytetin e Durrësit, ka mundur në finale Tiranë në shifrat 79-55, një ndeshje e cilën me sa duket nuk e ka vënë asnjëherë në diskutim, megjithatë po pyes direkt e Mario sepse ka qenë në Durrës, e ka parë ndeshjen atje. Flamurtari sjell trofeun e parë në Vlorë, ka dhe 2 tjera siç ka thënë në asanaj kampionati dhe kupë edhe Liga Unike. Ke ndjekur finalen? Po, ishte një finale që nga minut e parë nuk u diskutua. Kishte përsi të dukshme ekipi i vajzave të basketbollit. Si vjet Flamurtari me atë që pash unë, sepse ekipi i Tiranës, është ekipi është rivali direkt. I Flamurtarit ishte një përballje jo vetëm pjesën e asaj finale, por edhe për vazhdimësi për kampionatin. Mund të them që Flamurtari e shtypi që fillim. Që në sekondat e para u pa një ndeshje që ishte një avantazh konstant për 20 pikësh. Domethënë u duk si një ndeshje miqësore. Aq pa pretendimisht Tirana dhe ndeshje, domethënë Lona ka bërë një ekip të mirë të vit, sepse unë shikoj dhe ndeshjet e Ligës Unike që ekipet e Kosovës ka janë ekipe me nivel, por që basketbolli femrave të Flamurtarit me ato prurje që ka marrë si vjet, pretendonte Ligën Unike. Ishte një ndeshje që ishte finale, por nuk ishte si finale. Aq ekip i letë u duk Tirana. Arlind, të paktën si qytet na bën krenar sepse ka sjell trofe vjet pafund, vim si vjet sërish te trofeu i parë. Mendoj se patjetër që është kënaqësi edhe tashmë besoj që nuk përbën më lajm fitimi i trofeve në basketbollin e femrave. Ne jemi mësuar tashmë edhe unë shpresoj që edhe uroj që vajzat e basketbollit, të cilat po na përfaqësojnë drejtësisht, sepse është sidomos që është një përfaqësim i qytetit, edhe shpresoj tek Liga Unike, duke qenë që dihet niveli. Po në moment që finalja përfundon me një pikavarrazh aq të lartë, do të thotë që nuk ka konkurrent. Kështu që mendoj që duhet të fokusohemi tek Liga Unike për të parë edhe kuptuar që ka më tepër rivalitet. Mario, edhe një pyetje tjetër, ky Flamurtar në basketbol për femra, asnjë humbje në kampionat, vion të regjistroj fitore ambasadori shkëputur nga Tirana dhe Partizani, të cilat janë pretendentët që mund të rivalizojnë me Flamurtarin për ekipet e tjera në flitet. A mund të themi që titullin e ka? Po. Gjatë duhet synoj Ligën Unike apo ti marrë me radhë gjatë? Flamurtari basketbollit që kur para se të ishte trajner Lona, domethënë i ndjeri Viron Toska, në një farë mënyre ja ka gjetur formulën dhe çelësin nga merat shqiptar. Kjo është e vërtetë. Sa i tha Arlin nuk bërë më lajm, Flamurtari ishte Kupa 22. Kupa 22, sakt. Edhe kështu që dhe Lona domethënë ka qenë pjesë e ekipit Viron Toskës, pjesë e shumë sportit, ka domethënë Lona Sana i flenë pallat sportit tëmë. Domethënë është shembull i një domethënë trajneri i cili
po të punosh dhe po të kesh dashuri për punën dhe për qytetin, arrin diçka. Gjithsesi, Lona ka një detyrë akoma të vështirë sepse duhet të marrë ligën unike dhe të bëjë një ekip dhe për në Evropë. Domethënë sepse të shpresojmë të rikthehet ajo që s'ka fund dhe ju duhet të ketë fund. Domethënë gjithmonë kërkesat vijnë duke u rritur dhe s'ka pse. Por që kampionati dhe kupa janë shumë të thjeshta. Gjithmonë e këmë në tokë, por që ne ju urojmë suksese, sa për ta përcjellë si lajm, në fakt trajnerja apo drejtoria e klubit Shumë Sportës bashkë me vajzat do të ishin sot të pranishme në emision me një pas fitimit të Kupës së Shqipërisë në basketbol, me atë fakti që nesër do të luajnë sërish ndaj Tiranës, sërish në Tiranë për ligën unike, ka bërë që të shtyhet me një javë, pra javës tjetër do të kemi vajzat e basketbollit këtu dhe për të folur më gjerësisht si për fitimin e Kupës së Shqipërisë, ashtu edhe për ecurinë në kampionat apo dhe ligën unike. Nesër në mbrëmje do të luajnë sërish në pasdite, më saktë do të luajnë sërish në Tiranë, po ndaj Tiranës me cilën fituan Kupën e Shqipërisë, do të luajnë tashmë për ligën unike. Urojmë suksese ekipit të basketbollit. Gjerësisht javën e ardhshme do t'i kemi në studio. Kalojmë çik tek futbolli. Mario filloi të pi ujë tani më duket. Ma bën të pim raki ju. Se mos kujto publiku se i kemi ishur se është raki uj. Alit, specialist futbollit ti edhe në një detyrë tjetër aty tek Bylisi, unë doja një analizë shumë të shkurtër të javës që kanë pas, pa prekur specifikat veçanta. As Framurtarin, as Ballshin, as kujt tjetër. Një specifik të kësaj jave. Po, paka shumë java me rezultate që priteshin, ndoshta do ta quaja surprizë fitoren e Bylisit, ekipi ku unë jam pjesë, sepse të mund është vllaznin që kryeson tabelën e renditjes edhe vinte pas një seri pozitive të 7 fitore dhe pa psuar gol, kështu që mendoj se ka qenë surpriza e javës. Pastaj do thoja ndeshjet e tjera ishin paka shumë ndeshje dhe rezultate që priteshin, nuk është se patëm në një surprizë. Ndoshta do ta quaja disi fitoren e Teutës në Tiranë, sepse dhe Tirana me ndryshimet që ka bërë në Mercato ka marrë disa rezultate pozitive gjatë fazës 3. Dhe gjithashtu me keqardhje them që unë si tifoz edhe si vlonjat prisja që Flamurtari këtë ndeshje të arrinte tek fitoria, sepse me thënë drejtën ndeshjet sa vinë edhe vështirësohen edhe gjithashtu nuk ka më kohë. Dhe normalisht në këto ndeshje një skuadër që lufton për mbijetesë duhet japi gjithçka për gjithçka dhe duhet ta fitojë ndeshjen me të gjitha mënyrat. Diçka që nuk u realizua. Megjithatë, paka shumë kjo është java që lan pas. Edhe kuptohet që tani kampionati po bëhet goxha i fortë, po ti shikojmë janë ndarë në tre pole, skuadra që luftojnë për titullin kampion, skuadra që luftojnë për të shkuar në Europë dhe skuadra që luftojnë për mbijetesë. Mario, se me që me përmëndit dhe Lindi, skuadra ndara në tre pole. Mund të themi që kemi Vllaznin, Elbasarin dhe Ignatian, po thuajse ka siguruar atë kaçën e Final Fourit. Me pikë barabarta Dinamo dhe Partizani, Teuta do të thosha në atë mesin e ardhshëm diku e qetë, më pas kemi nga Vora 26 pikë, Bylis 23, Tirana 21, Flamurtari 20, që më duket se janë të katërta për luftë apo jo. Po, normalisht sa ndeshje janë Arlin? Edhe 11. Edhe 11. Dy ndeshje mbaron fazën e 3 dhe pastaj fillon faza e 4. Në ndeshjet e normalisht 11 total. Janë aq shumë ngushtë ekipet dhe domethënë 26 është Vora. Domethënë Vora që se bën shumë fitore mund të vëjë të njëjtat e lart fare. Ashtu janë, domethënë nuk është se ka ndonjë diferencë që mund thuash iku Flamurtari apo iku Ballsi. Domethënë ajo në ta, por gjithsesi unë këtë vit i kam ndjekur po thjesht të gjitha ndeshjet kam shqiptar në televizor, se në stadium nuk vete. Ne shkoj më qet. Analizoj më qet. Dhe Flamurtari ne shkoj qet sepse kur vete në qendrore duket sikur vete në luftë në Irak. Nuk shikoj lot sport. Ta them sinqerisht, të gjithë e kanë bëjë. Po vjen se çka bëjnë. Po kanë të gjithë njëri që do të shkoj sport,
nuk shkoj sport tash, nuk më shkoj do sport, ai shkoj tjetër. Dhe ka parë dhe Ballçin, ka parë dhe Dinamon, ka parë dhe Ignatin, ka parë dhe Vorën, ka parë të gjitha ekipet. Dhe është ai sa sepse Alindi është të fushë futboll të madh, sepse unë ndaj futboll të madh dhe futboll të vogël. Të vogël. Në një shumë shpejt Alindi dhe është, do të thosh analist, dhe është i person që është si puna e asaj që thash pjesën e lonës. Është i përkushtuar shumë, ka investuar për veten. Dhe sot ka marrë shanse ka vajtë Ballç. Unë shkoj sportin dhe gjykoj sipas atij niveli që kam unë. Çfarë si ka? Dhe ka vënë një herë të gjitha ekipet fitojnë, humbasin, barazojnë, lozin keq, lozin mirë. Po për ju vjen, do të thënë, inat më vjen, po them pse Flamurtari Toni, do të thënë, nuk ka shtyllë kurrizore si ekip. Do të thënë, e shikon ekipin, shpërbëhet për të qindra sekondës, do të thënë, shqyet ekipi hapet më nënç. Do të thënë, nuk di ku ka kokë, ku ka kokë. Këtë gjithë se ka kuptuar, të bësh konstatime shumë e thjeshtë. E vërtet. Të gjykosh, të fillosh të shash Flamurtarin shumë e thjeshtë. Dhe ta mburësh kur fiton. Do të thënë, kur fiton ta mburim, por nuk është punë konstatimi. Është punë, ka parë dhe Ballçi. Ballçi është 1 pikë, 2 pikë larg mine, sa është? 23 me 20. Po jemi njësoj me pikë. Ta zë. Se njësoj është se ka 3 pikë, fituam në humba do në barazim me ka jam tjetër. Por një futboll, no futboll. Tani do të raj Dinamo ose ka cilësi. Nuk dyshtoj do të raj Dinamo, do të fitojë Dinamo. Por problemi është që ka luan ekipi, është njëri dobët, është një repar dobët, mund të ashtë një gol strapo, mund të bësh një gol me fat, por ka një strukturë, ka ekipi duke të më thënë, Alindi, ta shpikoj më gjatë të pjesë, po themë, është therbi një gjëje, i çdo gjëje. Dhe kur, do të thënë, dhe në çdo lloj sporti, ka sport kolektiv, grupi funksionon grup. Flasin për gjithë specialistët që u hap ekipi, po me të caktuara. Do të thënë lodhja nga shumë arsye ose një veprim taktik i një ekipi tjetër ose gabimi i taktikisht trajnerit dhe kurse këta para studios që thotë që unë se ka parë atë skuadronin, që do thonë që lav rapid. Do të thënë calcetto, lagje. Është lagje, sepse unë lodha ai vjen në sportin për jetën edhe bën vrap kot. Kjo është historia dhe këtë se kuptoj do të këtë lloj Alin, ta bëjmë ditë bashkëbisedimi. Po patjetër. Do të nuk e di, kjo që thash unë se kam vënë një ndeshje që ekipi është si pa busull. Se kaluam dhe Flamurtarin, Partizanin marrin kryesim në minutën e 8, 1-0, po duk të pagu nuk kisha shumë shpresë. Personalisht tonë. Kisha shumë shpresë, kryeson 1-0, do kesh mundësi ta menaxhosh më mirë lojën. Çfarë ndodhi Erling? Çfarë ndodhi? Besoj që nuk është ndeshja e parë që Flamurtari ka shprehur disi sinjale pozitive dhe një lojë të mirë, edhe në fund nuk ka arritur të marrë rezultatin. Për mua kjo vjen si pasojë unë e kam shprehur dhe në vend tjetër që diku dhe në studio të tjera që Flamurtari ka probleme në repartin e mbrojtjes. Nga jashtë e gjykojmë, për mua ka probleme në mënyrën se si 3 lojtarët e qendrës vendosin, sepse janë vit drejtë dhe asnjë nuk bën shkallëzimet e dhura, asnjë nuk kanë kohët e durë të presionit. Ndoshta edhe niveli i tyre, do të thënë disa herë kanë bërë gabime individuale, ndoshta dhe nuk e ndjejnë sa ç'duhet peshën dhe rëndësinë e fanellës së Flamurtarit edhe atë që Vlora ka pritur gjatë gjithë kësaj kohe për të gjitur superiore dhe të vinin të sakrifikonin dhe të bënin më të mirën e tyre për të marrë rezultate pozitive. Domethënë, janë disa faktorë që ndikojnë, po unë do ta prek pak aty ku foli dhe Marioja që Flamurtari ka probleme në identitet, pra nuk ka, po të shkosh nuk ka kohezion. Pra ka ndërtuar një skuadër me një buxhet mirë, me një investim të mirë, por gjatë gjithë kampionatit nuk pati kohezion. Pra nuk pati një grup të cilët të ishin në mënyrë organike njëri me tjetrin. Pra të ishin të lidhur dhe shikon momentet caktuara të ndeshjes. Okej, ka momente që skuadra zgjatet, pra ka momente që vinë si pasojë e lodhjes apo ka momente që ti prish ato ekuilibra taktik sepse kërkon të veshte rezultati pozitiv. Por Flamurtarit i ndodh në momente të kyçe. Nuk mundet të jesh duke fituar ndeshjen 1-0 dhe në minutat e fundit të pjesës parë skuadra të kapet e hapur.
është e pamundur. Kjo është me Dinamo, në? Po ka ndodhur disa herë. 0 plotësojmë dhe hamë në Ka ndodhur disa herë Toni dhe për mua flamurtari këtë ndeshje pavarësisht rezultatit ka zhvilluar një ndeshje që mua më ka pëlqyer shumë. Të jemi realist, pavarësisht që nuk arriti 3 pishin, po ka zhvilluar një ndeshje shumë mirë. Duke u nisur që te goli i parë që nëpërmjet një presingu ultraofensiv rekuperuan topin dhe vertikalizuan shumë shpejt, por ajo që më bëri mua përshtypje ishte që nuk e vazhdoi me të njëjtin marrë që e filloi lojën. Duhet ta kishte vrarë ndeshjen, duhet kish vazhduar me të njëjtin intensitet. Për diskutimin e për të qenë mos, ndoshta ka ardhur koha Alin Mario të ndryshohet dhe skema, sepse jemi duke i mëshuar, duke mbajtur gjithmonë skemen me ata 3 mbrojtësit e qendrës siç e the ti, që rinë link drejt apo i dymo sepse ti e di më mirë apo dhe Mario si specialist futbolli. Apo ndoshta ka ardhur koha edhe tek të ndryshohet skema sepse pavarësisht se Moriero nuk ishte në stol, sepse ishte i sëmur, po ishte skema e tij. Patjetër nuk diskutohet. Ka ardhur koha ndoshta të shikojmë një skem tjetër që ne flasim dhe ne flasim nuk konstatojmë pa çka se unë nuk vetëm një dorë dua shumë flamurtarin e ndjej shumë, me siç e ndjen Arlindi, siç e ndjen çdo njeri. Po patjetër që po. Po unë jam çik shumë protokollar te pjesa te pjesa analizës taktike, sepse të bësh një analizë taktike duhet të jesh shumë profesionist. Shumë profesionist. Flas për Mario. Tani, tha i dha Arlindi, nuk pati kohezion. Është domethënë gjatë gjithë kohës. Nuk pati kohezion, është domethënë të dashurohesh me shokun e skuadrës. Kimi është sporti. Domethënë ka ekipe që nuk kanë cilësi, por nga që kanë këtë kimi me një tjetër, do të thënë këtë kohezionin, atëherë funksionon ekipi si asambër, si orkestrë, si punon orkestrë dhe ekipi. Nuk ka, mund të kesh një skemë, mund të punosh me 3 mbrojtës, mund të punosh me 5 mbrojtës, çfarë rëndësie ka. Futbolli në fush, sa do t'i flasë Arlindi atij lojtarit në futbolli në fush, pastaj është kimi, që çdo njeri e di ku vetë Trashi, e di ku vetë Rustemi, e di ku vetë Kalus. Kjo është historia e pjesë e futbollit. Se do ka bërë grup ai ekip. Mund të ketë një trajner mesatar, po ka bërë grup thonë. Ky është grupi i kohezioni. Domethënë, pastaj të hym skemave, është këtë mendim kam. Jo, thjesht për ta sjellë edhe si bisedë, mos ndoshta biseda unë shkoj tu. Janë domethënë janë sigurisht i kanë marrë nga domethënë i kanë marrë sigurisht janë as me njëri tjetrin. Po marrin 4 javë të fundit, nga 12 pikë të mundshme që janë. Po. Ti ke marrë vetëm 2 pikë. Ke barazuar në Vorë 0-0, ke barazuar me Dinamo 1-2 janë transfer. Ka humbur me Ignatin në Vlorë, ka humbur me Partizanin në Vlorë. Pra, ai që po thoshohem, Moriero duket se vijon ti mbetet që ka ardhur kësaj skeme 3-5-2 me ata 3 mbrojtësit, sepse pak a shumë ashtu po luhet, pavarësisht se me Partizanin ndoshta ndryshoi diçka 3-4-3. Mos ndoshta ka ardhur koha të luhet me një. Alini do të thashë në këtë pjesë. Patjetër. Po më fal, do një theminë me një fjalë slasëm. Sepse unë nuk mund të ri dot pa fol për një gjë. Ti ke mbrojtësa, lojtar, sikur s'kan bërë në një taktik në jetën e tyre. Ka që përflas dhe nuk. Jo Moriero, po të vinë një kështu, ke mbrojtësa, do më thënë bëj vendoset mbrojtësi, si s'është vendosur në jetë e ti. Ka që përflas, tani s'flas. Pa tjetër që Mario ka përvojën e tij edhe pavarësisht se drejton ekipin e futsallit, besoj që në parimet pak a shumë janë të njëjta. Dhe normalisht trajneri punon gjatë gjithë javës me gabimet që i ndodhin në ndeshje, por ajo që kam vënë re unë është që flamurtari nuk është se ka pësuar një ndeshje apo 2 ndeshje dhe është penalizuar nga reparti mbrojtjes. Janë disa ndeshje që flamurtari penalizohet nga momente kyçe, nga gabime individuale dhe nga gabimet e repartit mbrojtjes. Dhe ndonjëherë ato janë situata loje, sa do ti të punosh në stërvitje, janë situata loje dhe është perceptimi i lojtarit për qëndrimi që ka lojtari në moment dhe leximin e lojës që bën lojtari në moment. Nuk mundet goli 2 i Partizanit, sa ka filluar pjesa e dytë, një mbrojtës të marri një pas 60 metra të lexuar dhe të bëj atë veprim që bëri. Normalisht janë gabime që ndodhin dhe në nivele më të larta, por tek neve, te flamurtari, ka ndodhur çdo ndeshje kjo pjesë. Se nuk është problemi se normalisht do gaboj mbrojtësi një ndeshje, 2 ndeshje. Gjatë një kampionati do gaboj. Se si pasojë gabimeve do shënojë dhe golat.
por janë gabime të një pasnjëshme. Ti përmend 4 javët e fundit, po të përmend 11 javët e fundit, Flamurtari ka marrë 7 pikë. Po. Nëse një skuadër do të mbijetoj, nuk mjaftojnë këto pikë. Dhe me këtë lloj ecurie, domethënë, vështirësojnë shumë gjërat. Unë nuk dua të jem skeptik apo pesimist, por shifrat janë kokëforte. Nuk i gjykojmë dot. Po, normal. Jo vetëm te pjesa e golit të dytë, po te penaltia. Ai topi që u fut në qendër. Po jo, po ai që u fut te penaltia, do bëj eksportieri, ndor. Goli i dhuruar, penaltia e dhuruar. Ai futi sigurisht aty ku ishte, sikur doi tek pa portiera, Italia marr penaltin mbal me të kuqe. Nuk dua të merrem me lojtarë të veçantë me aspekte veçanta. Është vazhd aty mund të jasë fal kujdo. Kujdo sepse në momentin që u mbet, të tërë bëhen kundra. U mbet trajneri iku. Ti iki ky, ti iki aty, po çali dhe ka. Aty, domethënë, është i puna e atij mjekut që të shikoj një njeri që thot edhe kam i shqetësim nga zemra, i del veshka pa veshk, mëlqia për i dres e pi alkool, është aty nuk e çatu është. Të flasi trajneri më i mirë në botë. Se unë dëgjoj çdo specialist në emisione sportive. Ishte në një ditë kur ishte dietë Sokol kushta ishte te ky te një ta dyshi. Ta dyshi, edhe secili ka opinionin e tij dhe ka gjykimin e tij. Por Flamurtari shpëtohet nga një analizë e thellë dhe nga një ndërhyrje që këtë se bën dot njëri se mbledh përsipër. Kushdo tha Sokoli të ishte me Zani tha dhe qere me mushi tha, do kishte marrë më shumë pikë. Ore sot ç'a bëhet me Flamurtarin? Flamurtari sot është në grop, po pa pikë drite, nuk di nga vete. Ta them sinqerisht. Është, domethënë, unë jap zgjidhje, se edhe unë do të jap një zgjidhje, ta zëm. Të them këtë gjë, nuk jap dot asnjë mendim. Pse? Sepse aty është kundrejt Çameti. Me lojtar, domethënë, shko, ky trajneri, unë se gjykoj dot sepse ai ka qenë sportist në nivele të larta. As nuk mund të thasë, po them, por një do ta them ama. Ky ishte me para infrakt, ky që zvajti ndeshje. Ishte i sigurt. Shumë erdhi njoftimi që se kuptojmë sinqerisht, është një bujo, ndeshja ana më e rëndësishme. Çdo ndeshje Flamurtari dhe këtë rëndësishme ka. Po Flamurtari Partizani, stadiumi ishte mirë, më duk mirë. U rikthye tifozët e entuziazmi, mbështetja. Njerëzit po vjen me karroca, janë të paralizuar vjen shikojnë sportin. Të marrë një shembull kampionatin shqiptar. Po. Trajneri Ignatius u operua nga zëbra. Tetova. Për një javë ishte i pranishëm ndeshje, okej, si ishte aktiv. Ishte sepse normal. Patjetër. Por ama figura e trajnerit parë është shumë e rëndësishme. Mjafton që ti të jesh aty dhe lojtarët të shikojnë që ti je prezant. Dhe mesazhi që ti përcjell te grupi. Bravo. Do jam i pari që duhet të sakrifikoj. Nuk mundet që ti të presësh te futbollisti në sakrificë. Tani pa dashur, sepse nuk kemi informacion. Ore, kjo është bujo, kjo është po thua, Toni bëjmë abet, po flasim, po të ishte puna, po të flasim me protokollët, të flasim me... Jo, më kjo është njësoj si kur tëftojnë dy këtu e të dalë për jashtë unë. Tani jo, po, qa kishë ona qish? Sepse duhet i... Shko, jo... Do të japësh do të informoj. Ore, problemi shtu, duhet të bëjnë në media, që është për të vdekur larkë qoftë të barjerua. Të më thëmë, po së shbëri që ku ka një spital s'ka qenë aji? Ku, qa kish? Ka gjithë së mërë. Kjo është bujo. Ose ka probleme në tyre. Ja i s'ka ardhur dhe thonë është sëmur, sepse ne nuk kemi budalej. Të tërë e din që ja i s'ka që sëmur. Nga gjithë mua më duk më mirë ekipi me... Po s'ka linja ore, po s'është problemi aty. Problemi është, kjo më atëroj shumë, se në pa një të të moriro, se s'kam si të thesë të fasë. Jo në kuptimin që qalit e kemi, do Flamurtari të esi kaq. Por të thuash, seri se ishe sëmur, o do thuash ishe sëmur para infrakt. 3 minuta para ndeshjes, e morë me ambulantë të shumë atje. Jo, ai nuk ka që bërë e fundit para ndeshjes.
Normalisht, shko, Tori, normalisht një skuadër e mirë organizuar për opinionin që ka për tifozerin, për opinionin sportiv, duhet të prandaj ekzistojnë. Prandaj ekzistojnë. Minimalisht duhet të prononcojë dhe të informonte opinionin publik se çfarë ka ndodhur, sepse kjo është më minimalja. Futbolli në fund ditës luhet për sportdashit, për tifozët. Nuk luhet për futbollin. Minimalisht. Normalisht ti duhet i drejtohesh tifozëve tu me një prononcim shumë thjesht se çfarë ka ndodhur. Sepse normalisht dhe Mario këtu po flet, çdo njeri pasaj lindë drejta të paragjykojë pasaj. Në moment që ti nuk e Allegri s'është në bankinë, e di çfarë bën në Itali apo jo? Të vinë ti 50.000 tifozë aty dhe Allegri mos vinë, themi ashtu kish një pak gripi të lehtë. Kush të fal ashtu? Çfarë po thua? Të vjen ultrasi të bllokojë stërvitjen, nuk do të stërvitje, s'ka shanse. Si mund të vesh? Mos ndoshta si sinjal që Nuk e dim, nuk flasim dot. Unë nuk flas dot sepse është një gjë që nuk e lëm në pikë pyetje. Mos ndoshta, unë mund të them 2000 gjëra. por apo jo, Sepse në momentin që del një zyrtar i klubit dhe thot për arsye dhe arsyen dhe me detaje, jo arsye ishte sëmur. Çfarë është kjo sëmur? Shko nga ajo që lexova sot është mund të që që mund të jetë që mund të jetë drejt largimit. Po problemi është mos e ka largimin të gjatë, mos të ka të ndeshje e vazhdon. Ja. Kysh o ikën o sikën o, se do të desh. Në ndeshje do vesh ditë e fundit o zotri. Po patjetër. Po prandaj po them, shi do iki unë do vi sot. Nuk është ere parë. Që nëse, domethënë, mendohet që mund të jetë drejt largimit përfundimtar. Në rregull. Jo, nuk s'ka lidhje fare me. Nuk është ere parë që shkarkohet një trajner dhe nuk është aq e vështirë për të prononcuar që trajneri për arsye të mungesës së kadreve do shkarkohet edhe është një histori. Po mos vjen ndeshje. Mua më habiti këta është sëmur. Sëmur pa një si sëmur. Çfarë është kjo sëmur? Sëmur s'përë këmbën ai. Ose është aty. Po s'ka tani, s'ka kapiteni iku anija për sapsajo, çfarë lidhje ka ajo? Ose për ditar lindi, ai në momentin që është sëmur dhe kur vin stadium, atëre jep një forcë më tepër sepse futbolli është mister. Është aq shumë futbolli. Do të tregoj edhe një histori të vogël megjithëse e kam qejf ta. Patjetër. Unë jam 55 vjeç, ti e di, dhe kam parë basketbollin e femrave në atë kohë. Vjen shumë që i vogël. Dhe Palati Sport ka 3200 vende ose 3100. Dhe mbushje plot. Ka qenë Pireta Çika, sa dushi më pas. Lojtare absolute. Dhe për arsye shëndetësore, a kishin shtatzan, a kisha aborduar nuk e di, ishte spital. Dhe para ndeshje, ishte me Tiranën, ishte Edra Libega, motra e Mirzës, ka qenë absolute lojtare. Tirana ka pas një pesë fantastike. Gjysmë more para ndeshjes, do me thënë, Pireta ka me bizhama, u gjesh, dhe ka lozur Alind 1 minutë, ore, po Pallati Sportit, ore, u oth në erë, fitua me 2 pikë, do me thënë shkoqa, do me thënë, për qa impakti? Qa impakti, se sa bërjes impakti. Ton, vetë lojtarët, u ngritën, do me thënë, u bën si uqër, ato lojtarët, u bën si përbinëse dhe fituan ndeshjen. Tani, këtu kam marruar çdo gjë, se po flasim për një kohë që sporti ishte tjetër gjë. Do me thënë, ishte çdo gjë. Megjithatë, mirë të gjitha tjerat, po të mos ishte trajneri në bankinë, pastaj kjo ishte fundi i botës. Sa ishte lindi për letë jetë të jetë për po normal, për imazho. Normal. Po kështu që prandaj se merr asnjë lloj. Shumë mund ta themi dhe mund ta quajmë ndoshta që një sinjal që ndoshta është drejt largimit përfundimtar. Po, normalisht në moment që ti ke një seri rezultatesh negative, tashmë në Shqipëri dihet që trajnerët Nëse ky pati edhe më shumë kohë se sa i pari, në dispozicion. Pati kohën e mjaftueshme, normalisht bën dhe merkato gjatë periudhës së dimrit. Po pra. Ju dha koha e dur, nuk mund të themi tani që nuk pati kohën e mjaftueshme për të punuar apo për të përmirësuar diçka në skuadër. Okej, mund të mori lojtar Alin? Mori kush si funksionon. Jo, kur e pas ardhjes së këtij. Mori një janar. Periudhën e janarit flamurtari. Mori një sulmues nga Partizani, mori mes fushor ofensiv nga Ignatia, mori mbrojtës nga Kalozur.
Nga Ballshi, ai i Partizanit lozi me Ignatia. Bëri njëri të req, ai Ignatias. Ai braziliani. Ai me Tiranë. Ditën e parë, 3 minuta e gjysmë. Janë ofruar 5 futbollistë të rinj. Po. Pastaj E kuptoj. në janar dihet Qa do marrë janar? Po të ndalem si do mund të marrë ja? një pyetje në një temë që normal. edhe ne më fal. Po. Edhe ne kemi bërë por Mbyllisi ka vetëm një ndryshim në raport me Flamurtarin, që Mbyllisi nuk largoi lojtar. Mbyllisi transferoi dhe arkëtoi të ardhura. Pra duhet flasim çik. Pati mundësin Dinamo dhe arkëtoi gjysmën e buxhetit që ai ka investuar, po themi në shifra kështu të holla, por edhe ne patjetër detyruam të bënim merkato dhe jo të gjitha lëvizjet. Janari është gjithmonë Doon edhe ne patëm 2-3 dështime që ne pretendonim që të merrin ekipin për dorë. Edhe lojtar, po të them Mario, lojtari i serisë C Brazilit. Seria C e Brazilit është ligë shumë e fortë sot. Seria C e Brazilit, luas serinë C të Brazilit, do thotë që minimalisht ti në superiore mund të luazësh lirshëm. Dhe të vjen pa gjendje fizike, nuk futen tek detaje teknike. Janë gjëra që ndodhin, dhe është lojtari që është më i paguar sot tek Mbyllisi. Pra janë gjëra që ndodhin, po dihet në Janari është ekipi krijuar është shumë e vështirë që ti të godasësh. Po normal, po shkoj. Prandaj është Flamurtari ndoshta në situatë. Po normal. Vjen nga vera. Shko pas deshen e aty. Jo se është vlonjata ai që do të zongojë. Po qofse aty vinte njëri gjëra po ishin 2 Ma morën nga goja. Pyetje që do të bëjam. Po mos ndoshta ka ardhur koha që ai djali të ta flasun për e themin. Ta flasun. Po. Atëre se rasti Lushajt është shik rast do thoja i veçantë në raport me talentet që ka pasur Vlora. Lushaj nuk është evidentuar sot si futbollist i talentuar. Unë Lushajn e kam pasur në moshën 11 vjeçare. Dhe kam afruar te Akademia e Flamurtarit në atë kohë duke lozur futboll në plazh vjetër. Dhe e ka treguar që ishte një talent që në një të ardhme nëse çdo gjë do shkonte mirë, kishte për të treguar shumë. Unë para një viti me Lushajn e kam pasur përsëri në skuadër. Ka bërë një sezon me mua me moshat me U19-ën dhe në periudhën e Bearit Lushaj ka qenë te Lokomotiva Zagrebit. Kemi qenë 2 javë atje bashkarisht unë me Lushajn dhe për arsye të moshës, sepse nuk ishte mbushur ende 18 vjeç, sepse është e pamundur që ti transferuar pa u bërë maxhorer. Dhe Lushaj në janar ishte për të shkuar te Lokomotiva Zagrebit. Domethënë unë ishin mbyllur gjitha, e kaloi testet dhe provat me shumë sukses. Madje ata të klubit do thonë si ka mundësi që një element i tillë nuk është në kontratë, sepse ata në moment që një element premton dhe shkon 16 vjeç, firmosin kontratën. Nuk ka shanse më të largojnë një lojtar që është Xhevair. Po normal. Okej, fati Lushajt që sot vendosi dhe firmosi me Flamurtarin, po për mua atë djali në moment që ai futet në fushë, mënyrën se si e prek topin është magjik. Nuk ka nevojë, e dallojnë të gjithë. Tre raste po të një gjë, nuk arrit të kuptoj sinqerisht si ka mundësi që këtij djali nuk japin më tepër mundësi për të lozur. Ai duhet për mua ai duhet të titullar. Sepse të themi sot që është ende i vogël. E ku dëgjoj, Ballshi sot, Mbyllisi sot luan me titullar, ka 4 veta 18-19 vjeçar. E temi sot sa, është 18 vjeç. 2007 është 18 vjeç. Jo mos është i vogël. Normal është 18 vjeç. Ti ku ta gjesh të luash me të tillë dhe është talentuar. Dhe tjetra dëgjoja edhe trajnerin që kur i fliste Ragazzino, domethënë Polozi me i Ragazzino. Çfarë do të thonë kjo Polozi me i Ragazzino? Do të thonë që ti të justifikohesh që ai është ende i vogël dhe unë nuk mund të jap minutazhin e dur, ne ku ta gjejmë futbollin shqiptar që të kemi një element të tillë dhe duhet të japim mbështetjen maksimale, sepse janë lojtar që numërojnë me gishtat e dorës sot në kampionatin shqiptar. Kjo është e vërtetë. Turpi. E di ku ishte turpi më i madh. Turpi më i madh ishte kur lozëm me Ballshin. Me Ballshin që atë futu minutën 90. Ishte ndeshja 3-0, që në minutën e 65. Në minutën e 65 ka qenë ndeshja 3-0. 3-0 ti, dhe ti e mban këtë futu minutën 90 ore.
Ti mund ta futesh që 2-0. Shko si shkoni, jo, ai është performancion. Ka lidhje fare me rezultatin, ai fut edhe fush. U fut ai, super ndeshje, më të vështirë sa ndeshje kishte ndje jo. Po u fut ai, kur fut ai, ai është 90 vjeç, ai ka besim 10, ai futet në fushë do di ka para, ai ka personalitet. Se kur ka një që po los futboll. Po pse lojtar që ai nga Honoluluja që ku ka kurizë s'ka barë, që është një që është si, ai është, më thënë njëri më të shtërëmë, do me thënë, një papos, ai është një me ca këmë të shkurta, nuk e që ai ai 22-shi? Nunesh. Si mundet o vlla, si mundet o re, dhe thuash, ky ragazino dhe ky qa, po ky qa është ky kyet njëri jo normal. Ky s'kjo normal si njëri, ore se sportist o vlla. Ore të të një sportist ne kemi bërë, kemi qenë sport, kemi bërë, ma i s'ka mundësi o dhe sportist a jo. A ishtë njëri si kush kustar në përmale, dhe vjetë, kumla, qa bënd jo, dhe. A i vetë mikër me vrap si që mëndur, dhe. Ka që o dhe s'ka pika zë gjithë. Kurse ky është mjartë o mjartë. është mjartë o vim, shko sport të krajgjë, shko shtë Mario, nëse Etemi sot nuk do ishte tetori i 2007-ës, do ishte maj 2007-ës, sot do ishte tek Lokomotiva Zagrebit. Zë ishte këtu. Në më thënë, ne vendosëm në janar nëse ai nuk do firmose tek Flamurtari, dhe shumë mirë bëri, sepse vuri zgjodhi atë zëmrën po themi, dhe normalisht, por ai djalë sot të gjithë ne që jemi afër sportit, pranë sportit, nuk e kemi parë sot Etemi. Jo, ka parë shpejt, nuk e kemi evidentuar sot. Sepse nuk ka nevojë të jesh specialist sot për të evidentuar një element të tillë. Unë kam kaluar 10 breza tek Akademia e Flamurtarit. Dhe Etemi është tek ata lojtarë si Bregu, Rapaj dhe Etemi është ai që do vazhdoj në të njëjtin, po themi në të njëjtin. Unë personalisht nuk dua të zbilancojmë them që unë i kam parë dhe Bregun kur ka qenë moshë Etemit dhe Rapaj në moshë Etemit, po them që Etemi ka diçka më tepër në moment që po flasim për ti në moshë. Pastaj ecuria dhe karriera që i do bëj është histori tjetër. Por pjesën e talentit pastaj dhe tjetra se unë e njoh nga brenda është një djalë që është pa gojë. Është pa gojë, është pa vese, dhe unë i uroj që të vazhdoj të jetë me këmbë në tokë, me kokën ulur dhe përcjell një mesazh për ata që na dëgjojnë te klubi, që t'i japin këtij djali mundësi më tepër, sepse ndoshta mund të ndikojë që Flamurtari të marrë rezultate pozitive, sepse është një lojtar që prish ekuilibrat e ekipit kundërshtar. Dhe ne sot në kampionatin shqiptar nuk ka lojtar që prishin, prandaj edhe ndeshjet e kampionatit shqiptar kur themi nuk ka diferenca ekipet me ekipin, pse? Sepse nuk ka lojtar që bëjnë diferencën. Ka fiks tale, por edhe kjo një je përsëritur te Flamurtari, se pëzure David Bregu. Tani ti e di shumë mirë historinë e David Bregu që ndodh. Do më thënë, po edhe Rapa, që si mund t'i i Rapa? Po edhe i taj që ndodhi me atë, kjo të më thëmë dhe që këtu është operacioni toni, është aq ta shumë, nuk e me një përshim të pra të shumë i bakë, së është në një drejtime. Të shpresojmë. Luajmë të shtunën me Durrësin. Në Durrës, e? Në Durrës. Durrësi normalisht është një skuadër që unë do thoja nga pikët që ka në renditje duke parë grupin që ka sot, nuk ka lojtar më të mirë se sa Flamurtari në përbërje, në organik. Nuk ka lojtar më të mirë në organik se sa Flamurtari. Por me të vetëm ndryshim që ka një grup që lozin me të njëjtën frymë, me të njëjtën dëshirë. Pra në më kompakt janë një skuadër që luftojnë, vrapojnë, ka një identitet në lojë dhe i kanë ndihmuar për të marrë pikët që kanë sot në renditje. Dhe në përbërje janë shumica janë shqiptar. Ndjem të vegjël janë, Mario, te Durrësi. Po sot ndodhen në një pozicion komod nëse mund të themi. Do të thënë kanë arritur atë, nuk është ata hynë me pretendime shumë të mëdha, do vëmë atje, do vëmë këtu, por janë pozicion komod. 33 pikë më duket, mos gaboj. 33 pikë, po edhe Teuta pati një krizë rezultatesh. Po 3 pikë ka.
Pse po flasim, Durrësi është lojë për atje. Është. Po është apo s'ka? Kjo është pretendent. Dinamo Partizani janë 36 pikë, që janë i 4 me 5, që janë 33 është Durrësi. Po ata se vëmë si ka Janë edhe 33 pikë akoma në lojë. Kampionat ka akoma shumë. Po ata ekip kompakt. Vetëm ne jemi ku 3 jamet. Çfarë duhet kërkojmë Durrës valla? Se tani të luat, ajo loja mirë nuk na vlen më. Shko, Apo jo? edhe të duam ne të doj flamurtari tani të zhvillojnë lojë të mirë është disi e vështirë, sepse ne që kemi qenë pjesë e futbollit edhe unë aktualisht kaluam edhe të Byli si një periudhë një seri të gjatë mungesë rezultatesh, edhe pastaj çdo gjë fillon edhe vështirësohet, sepse në moment që ti përgatit një skuadër që është e demoralizuar, vin nga një seri pozitive e negative rezultatesh, i duhet arritet tek 3 pikë që nuk mund të mendosh më për të zhvilluar lojë. Pra e vetmja gjë që bëhet në këto momente është që ti nëpërmjet 2-3 strategjive po themi si të vesh tek rezultati pa pretenduar për të zhvilluar një futboll të bukur, sepse është e pamundur. Në moment që ti përpiqesh të vesh tek rezultati duke zhvilluar një lojë të bukur, do të hapsosh, sepse sidomos kundra Teutës që është një skuadër shumë cinike. Pra është një skuadër që nuk krijon volum loje, nuk krijon situata për të shënuar, por me 1-2 raste të shënon gol edhe. Ku kemi luajtur ne na ka mundur 3-2. Po. Dhe ndeshjes që kemi dalë këtu 2-2. I ka gjitha fitoria nga 1-0. Nga 1-0. Edhe barazimet 1-1, edhe barazim 0-0. Është një skuadër që është shumë e vështirë të shënosh gol. Edhe janë një grup kompakt që mbrojnë mirë, presojnë mirë, janë në blok gjatë gjithë kohës dhe shfrytëzojnë maksimalisht rastet që u krijojnë. Mario, nëse të hinë të pyetje siç i thash Alindit, duket se nuk na vlen më loja. Ajo që duam, nëse duam të dalim nga kjo. Unë në përndeshje me Durrësin mendoj që ne do humbasim. Dhe kaq, nuk kam çfarë të them tjetër. Jo, se më duket edhe sikur do gënjej veten e para, do gënjej edhe në që më dëgjon televizor, do them në fjalë të mirë se ne mund të fitojmë se po të bëjmë atë. Jo, ne do humbasim me Durrësin. Sepse aty unë shikoj një çorganizim të paparë. Kaq. Dhe nuk mundem të kem asnjë lloj shprese në një mendje për të bërë të një skam që të them sepse nuk shkoj asgjë. Çfarë thua? Një trajner që në bankinë ka bërë gjithë to humbje, thot ne kështu po ashtu. S'na ndihmoi fati ka thënë. Ka marrë 2 pikë në 4 javë të fundit. Kurse në 11 ndeshje 7 pikë. Domethënë ka më se më kujtoi Alindi se jo, sepse unë i ndjek sepse normalisht në moment që ne po flasim për një ndeshjet e fundit ka një vit logjike. Po, nuk po themi 1 apo 2 ndeshje. Dhe në 11 javë Flamurtari është skuadra që ka marrë më pak pikë nga gjitha skuadrat, duke përfshirë dhe Tiranën dhe Bylisin dhe Vorën që i ka konkurrent direkt, por në moment që konkurrentët e tua në 10 ndeshjet e fundit po themi kanë bërë më shumë pikë se sa ty, atëherë vija logjike është që shpresat për ty janë duke u shuar normalisht. Edhe pse çdo gjë mund të ndodhi, por 11 javë 7 pikë janë shumë pak. Prandaj thash edhe atë që pak më flisni për trajnerin, shpresojmë që ta ketë ndryrë. Më mirë të lë Andin me Ledin aty dhe le të shikojnë çfarë bëjnë ata çuna. Çfarë do bëj Andi me Ledin atë keqë. Po mos u dëm më shumë se Morieru apo. Po ti do sa do çfarë do bëj Ledi tani. Po u dëm më shumë. Çfarë do bëj më dëm kjo punë është kjo është me të menduar orë tani çfarë do më shumë. S'është punë dhëmbje këtu. Po pse? Po ti s'ke ti 18 si dhëmbje, 18 si Morieru. Të çfarë do i 18 tani? Apo të kësim Ledin do s'prap Ledin e para. Po jo, të marrë një trajner shqiptar, të do amash ekipin këshusha e pun tani. Se qa do bëj, tani aji Morierua... Kushdo që të vinë në këtë pikë, situata shumë e vështirë, normalisht i mund të marrësh një trajner që e ka përvojën dhe e ka përjetuar këtë lloj situate, sepse tani problemi
trajneri nuk është se mund të ndryshoj shumë gjëra në aspektet taktike apo në aspektet fizike. E vetëm gjë është ana psikologjike dhe si të arrit të ndryshoj frymën e dhomës. Pra të arrit të gjej elementet e dur që të kenë atë kohezioni për përsërisim prap për t'ju marrë maksimumin në fushë. Është shumë e vështirë. Kaq. Nuk ka mundësi një trajner tani në këto javë që ka ngelur të bëjë nuk ka shkopin magjik. Është shumë e vështirë. Më falë pak, kush e deshje fundin para kësaj? Me Dinamo. Morëm barazimin me Dinamo. Po para kësaj këtu? Egnati na mundi. Nga bëri gol ai Bekok? Po, bravo. Sa filloi pjesa e dytë ai? Ora ai mbrojtësi vendos edhe mbrojtësi që s'ka ku të lë skandalo, janë gjëra, ato gjëra bazike valla. Skuadronja. Ore po. Edhe pika me Dinamon, pavarësisht se është ndeshje jashtë dhe është një rezultat pozitiv, po të shkosh zhvillimin e lojës. Dinamo ka goditur portën 18 herë. Po. Do dasësh portën 18 herë, do thotë që është një ditë jo për Dinamo. Fati tyre, fati joni mirë, kaq. Shko, unë s'poj azë emrin, po i referohem diku që pe lexova dhe që fliste për flamurtarin. Duke përjashtuar 2-3 element, si po thoshte portieri, Maksuti, Trashi, edhe ndoj tjetër aty. Nuk e përmendte Lushe, pjesa tjetër thoshte e ekipit lë shumë për të dëshiruar. Jo për të dëshiruar, thoshte. Lë shumë për të dëshiruar. Kjo fjalë që thash për këta mbrojtësat, në biseda private, kemi folë me të gjithë, ashtu që folë me të gjithë. Themi atë që është, dhe të gjithë tonë kështu. Tani, në ndeshjen me Ballshin, Lushaj, e temi, i bërtiti Sinani Morieros, këtu ka, jo të kja që nuk ka mundësi kjo gjë. Ti sonda atë jepi minutat i djalit. Jo, po kjo është fundi botë, ku jemi ne këtu, ore. Jepi minutat i djalit. Fute atë, qa është kjo fute atë? A ish Florio. A ish Florio, ore. Për Sinanin është Floria, jo për vetë ti, ore. Për Sinanin, për klubit flamurtari, ore. Jo për vetë, se për vetë do bi Prokopjesi, do bi për djela ti, ore. Se është talento, se s'ka i s'ka. Po këta që e ka në gjithë e tyre, këta është Flori për ata. Ky është problemi këtu që jemi në. Si e besim ai trajneri? Çfarë ka besim tek lojtari, do të marri normalisht nuk të jap dot përgjigje. Jo, thjesht diskutim po e bëjmë po kjo. Nuk të jap dot përgjigje në moment sepse normalisht nuk mund të jem edhe objektiv, duke qenë që kam një farë afeksioni me djalin, kam një farë lidhje, kupton? Dakor. Unë jo pa qëllim ja mora si shembull që madje ndonjëherë do të dërgoj edhe video se çfarë ka bërë në stërvitje atje, se kam akoma truar në telefon. Dhe nuk e mora pa qëllim, thash që do ishte te Lokomotiva e Zagrebit. Por ka një ndryshim, Lokomotiva e Zagrebit sot në moment që merr një djalë të ri, nëse ai shpreh tek 19-ta nuk e mendon më për 19-tën. E katapulton direkt në ekip parë dhe nuk ka atje në ekip parë. Jep minuta. Jo minuta. E filloi titullar. Nuk ka një minuta, e fillojnë titular. Ndoshta nuk e di Mario, po të marr një shembull ka pas një mbrojtës afrikanun vjet, madje e kam prezantuar edhe tek Flamurtari, edhe ishin disi skeptik. Shkoi tek Lokomotiva, ka zhvilluar, është dashlindja 2005, ka zhvilluar gjithë sezonin titular gjitha ndeshjet të vit me ekipin e parë dhe ka dalë që në mbrojtësi më i miri i kampionatit kurat sot në shifrat. Dhe ka refuzuar, ka refuzuar, do ta bëj jo pa qëllim të bisedë, ka refuzuar sot Lokomotiva një ofertë nga një ekip i Superligës belge për 2 milionë euro për atë lojtar. Dhe ne kishim këtu, dhe unë e kam propozuar të disa ekipe, nuk dua ta përmend ekipet, dhe të gjithë e shikonin me pse më ky vin nga kategoria 2 dhe unë në 19-s do ta marrim me këtë çfarë duam. Domethënë këtu ka një paragjykim për gjithë elementët që janë cilësor, sepse specialistat apo ata që merren me merkaton nuk shikojnë elementin, por shikojnë CV-n dhe menaxherin që ja u sjell. Dhe normalisht situata ku është sot Flamurtari nuk është rastësi dhe unë nuk po e them kot këtë gjë pa të bëj një lidhje tani. Që ne jo vetëm Flamurtari, janë gjitha skuadrat,
shikojmë CV-n e lojtarëve, pa ditur gjendjen aktuale. E vërtet. Dhe menaxherët bëjnë lojën e tyre sepse e kanë punë dhe mirë bëjnë sepse është punë e tyre. Por ne nuk është ere parë që flamurtari dështon në merkato, apo jo. Dhe në këto vite që ka qenë, 5-6 vitet e fundit që do të thoja flamurtari ka investuar shumë tek financat, duhet të kishte ndryshuar qasje me ata që sillte në skuadrë. Nuk mundet ti të marrësh lojtar që nuk kanë ambicje, nuk kanë një moshë të caktuar që të vinë të shikonin flamurtarin si trampolin për të ecur më përpara. Jo të vinin te flamurtari për të marrë ato lekët edhe për ta mbyllur karrierën. Për ta mbyllur karrierën. Duhen lojtarë të rinj si e themi. Shpresojmë që ta shikojmë më shumë djalin në fush. Unë shpresoj që me të utën. Po Lozi e minuta, që minutën e parë me Durrësin ta mund të fitojmë. E do të marr telefon do të gacmoj. Po sot të shtu na dik në Durrës bashkë. Flamurtari së mur. Unë jam edhe së mur, por jam Ja. Flamurtari është për të ardhur keq, ta them sinqerisht. Fatkeqësisht po. Fatkeqësisht. Ikte Akademi Flamurtari. Mos e përmend se është plagë. Ka një mision të veçantë. Është plagë. Ekipe dhe më thënë, ekipe me 7 lojtarë dhe 10 lojtarë çfarë. Mos e Ka një përmend. mision të veçantë. Çfarë ka këta? Mos po përmend. Ky është mohabet. Megjithatë, Të shpresojmë. pas e fitojnë, Jo më unë them të shpresojmë për vazhdimsi, nuk po them ka vetëm vazhdimsi, se tush Toni kemi, nuk e dim, duket kam qenë këtu ku u mbyll faza e parë, më duket. Po. Edhe thoshim jo faza e parë është shpejt, ka Ose kohë. për 2 pikë morë. Ka kohë, nëse vazhdojmë, sepse unë edhe opinioni, edhe njerëzit, edhe mediat i ndjekin vazhdimisht. Njerëzit ndonjëherë fillojnë të bëjnë ato lustrën, po themi që me fjalë të bukura dhe kam shprehur që atë që tha marrë në fillim kam shprehur që flamurtari, si e shikoj unë, mbas fazës parë nuk ka shtyllë kurrizore, pra i mungon boshti, kam thënë, në fillim dhe e shikoj të vështirë ecurinë e këtij grupi nëse nuk gjejnë boshtin. Dhe kam shprehur gjithashtu që flamurtari i kategorisë parë të paktën kishte identitet dhe kishte një bosht kryesor. Dhe unë po ti isha atje, do ta filloja bazën e ekipit me ekipin e kategorisë parë. Dhe do bëja ato ndryrjet që kisha nevojë. Dhe dëgjoj njerëzit pasaj që takojnë, po ti si the s'ka shtyllë kurrizore, s'ka bosht. Tani këto janë gjëra që unë se shava shije në fush. flamurtari, çfarë do Ke vorën më tani janë shumë bëri. Mbaj 80% e ekipit të vjetshëm. Po ti këtu me flamurtarin jam bërë, ore, i problemi është që ai si nani e ca lek. Ai më duket se ka lek këtë tjeri, se di unë tani, të marrësh atë, ai rasolli atë spanjollin e të Real Madridit, ai ishte me hap. Ai ishte 6 më falos apo tani. Po të vë kjo të ardhin tani si ç'është kjo, ç'është Ky është problemi pra. Ç'atë Ky është problemi sot. Solarin e Realit. Që gjithë se kalos para ai, tani ç'atë themi? Po ç'atë them, ore? Marim Gutin. Duhet të kamarë dhe mor basketbolli femrave, është menaxhim çdo gjë çali dhe ka. Basketbolli femrave. Ka marr 5 lojtarë. Po vetë shikon Kulozin olla. Që kjo është mos të mendojmë që problemi është trajneri dhe të fokusohemi gjithë dhe largimi i trajnerit do ndryshojë situatën. Është gjëja më e thjeshtë për të bërë sot është smori rezultate, largohet vini tjetër. Edhe ne kemi thjesht të etiketojmë një pikë përbashkë. Ngritja e ekipit në verë ishte problem. Problemi kryesor nuk është vetëm sot, unë do të marr një shembull Elbasani, që doli nga kategoria e parë mbas shumë vitesh etj dhe arriti të ndërtoi një strukturë të mirë, një skuadër solide dhe ishte me këmbë në tokë. Nuk tha vitin e parë, unë do shkoj, do kap kupat e Europës. Unë do qëndroj në kategori. Ndërtoi themelet, ndërtoi bazën e skuadrës dhe sot është një skuadër që lufton për dal kampion. Patjetër, nuk diskutohet. Për mua 3 ekipet e ka siguruar. Ndryshimi këtu. Ka frikë se do vej Partizani, nuk do vej. Jo gjithmonë investimi dhe financat që shqyr zotit nuk i kanë munguar dhe kanë qenë rekord për një ekip në superiore, do thot automatikisht që ti do marrësh vendin e parë dhe do dalësh kampion. Nuk do thot që ti po investon dhe do dalësh kampion. Problemi është që kanë munguar një organizim dhe disa njerëz që të merreshin me menaxhimin dhe merkaton e lojtarëve. Pastaj
të merreshi me trajnerin. E kam thënë, Toni, dhe në Suderajiku që një 6+1 dhe u ka ardhur këtu dhe kam thënë një fjalë që kam dëgjuar në vitin 2006. Presidenti i ekipit turk bëri një trajnimi në FSHF dhe isha unë. Dhe një pyetje gazetari shqiptar i tha, me sa lek e fillove more që ode lek i tha që bëre këtë ekipin. I thaj, pa lek. Jeta e njerëzit. Tamam. Ky është sekreti jo vetëm i futbollit, po çdo gjëje në jetë. Patjetër që po. Do bësh i lokal, do marrësh kamarie, do marrësh menaxher, do marrësh bariz, do marrësh pastrus. S'ke si bën ti çfarë duash. Po i more njerëz të denj ata, Po, normal. vazhdo lokal nuk e punë. Mos more të denj. Ky është muhabet. Merr çfarë duash, 10, 15. Investo sa duash. Ku di çfarë do bësh ti? Je i dështuar ke ky lloj biznesi. Sinan Idrizi, mund të bëj lek në biznese të tjera, por futbollin është dështuar. Do kapacitetet njerëzore. Ata, siç është televizioni këtu, siç është një biznes i vogël, siç është biznes i madh, siç është çdo gjë, do menaxhim. Në menaxhimin e bëjnë njerëzit. Nuk e bën një njeri menaxhim. E vërtet. Se bota ka qenë para se ne e kemi shumë thjesht kopjojmë të tjerë. Çfarë bëjnë të tjerë? Marrin njerëzit. Kur merrin njerëzit pasaj, ata fillojnë bën. Çfarë thanin për Basani? Po njerëzit, pa, ata njerëzit po e Basani ka një strukturë, domethënë ka një strukturë të paimagjinueshme. Ka super strukturë. Klubi që Jemi sot këtu. mundet, po problemi është që dhe mund të dështosh prapë me strukturë. Do vazhdosh. Ky është problemi, pa ma ti do bindesh. Pastaj do bësh lëvizje të vogla, ti merr një ekip, vjen nga kategoria e parë dhe heq nga 11 e 30. Dalë, Do me ruajtur baza e ekipit. Jo se unë po ta, jo se e bëj unë ore, jo se e bën Arlindi ore. Po ne kemi mendim si e bën bota. Se mund të dështosh prapë. Nuk do të thotë. S'ka asgjë të sigurt domethënë. Nuk është matematik, normal. Dështoj Moratio, valla. Çdo skuadër dështon problemi, e di kush është problemi këtu që shkoj unë? Po. Unë kam vite që jam shkëputur, sepse kam qenë aty brenda. Kam vite që jam shkëputur, bën diku te 6-7 vjet që jam shkëputur nga Flamurtari. Edhe e kam shprehur dhe atëherë që okay, është kjo që thua ti që ne normalisht në çdo lloj projekti mund dështosh. Problemi kryesor tek Flamurtari ka qenë që ne nuk kemi ngritur asnjëherë pyetjen pse dhe të merrim mësimet që mos i përsërisim të njëjtat gabime. Dhe unë them që ne çdo vit kemi përsëritur të njëjtat gabime. Do nuk kemi mësuar, dështimi është i mirë sepse ti mëson dhe krijon përvojë dhe eksperiencë. Dhe kur të ndodhi kjo situatë, ti i afta menaxhosh të situatë. Ne nuk kemi marrë mësimet e duhura nga dështimet që kemi bërë në sezonet më përpara. Mario, se po zgjatëm me gjithë atë, ishte bisedë e bukur pak deri këto momente. Nisim datë 1, mini futbolli. Mini futbolli nis në datë 1, ne me pak lajme të këqija sepse një lojtar jon ish lojtar, Eros pak me pa Lërshen, që në fillim erdhi në ekip po që për peshën që kish, po ishte 10 ka qenë në bazë të ekipi jonë, në pozicionin që e vëm, edhe pa një problem shëndetësor dhe nuk luan më. Plus vllai im, megjithëse kemi marrë 2 lojtar të tjerë nga Tirana. Kemi ekipin e Vllaznisë që kemi pretendent shumë, janë 6 ekipe, po me Vllazninë kemi Tirana. Edhe Tirana, po Vllaznia është kryesore me ne. Është kampionat me Vllazninë mundën kupo. Munda kupën në Shkodër. Edhe brenda Shkodër, pra e po them. Po era me me Ilera. Duan dhe Ilera. Ishma në kuptim me Ilera. Ilera duan, edhe në futbolli madh duan Ilera. Strategji thot, strategji. Ilera kuptimin unë sepse ata shumë kanë shumë ekip fort. Po shumë ekip fort. Edhe te futbolli i vogël dhe futbolli i madh duan dhe strategjitë e Ilera ato. Se ndryshe nuk shkon para. Po prandaj po them. Shumë mirë edhe me strategji të tillë. Apo jo? Po ajo është dora e trajnerit, pra normalisht. Trajneri po s'jojt e forcën e ekipit tënd, si mundet të tani. Po prandaj po ti 1-0 Flamurtarin të kap ai gafil. Si mundet? Ka mundsi. Ta kthen në 1-2. Ai do vuj shumë. Jo asgjë. Kështu që gjithsesi kemi ekip të mirë, të konsoliduar, domethënë kam marrë shumë lojtar dhe e kam bajt cilësinë e ekipit. Ku nisim datë 1? Datë 1 në Tiranë me Tiranën. Shkodrën kur e kemi? Shkodrën kemi javën e 3 në Shkodër. Në Shkodër. E kemi dhe 2 tu pas e vem atje.
Gjithsesi kampionati është, domethënë janë 12 javë dhe pastaj ndeshjet e play-offit, 2 ndeshje play-offi, gjysmëfinale, finale, Me domethënë 4 ekipe të mira. 4 vende të para. Më të Flamurtari, Vllaznia, Tirana tjetër. Partizani është një FA, një ekip i ri dhe një Jata, janë 2 ekipe private. Kush mund të jetë që përveç këtyre të trejave për në Kaçë? Nuk, përveç këtyre mund të jetë Partizani. Ka një ekip më shumë, domethënë është një president nga Durrësi që është pronari i kësaj Goga i Pallatit Gogës. Dimitrai Gogës. Dimitrai Gogës. Ai ishte edhe basketbollin atëherë. Po ai ishte basketbollin, e ka bërë këtë pjesën. Dhe gjithsesi sot basketbolli femrave ka 6 ekipe. Futsala ka 6 ekipe. Gjysma e sporteve janë zhdukur. Kjo është vërtet. Pse? Nga e këtam ne. Këto politikat që bërë. Ky shtet, politikat që bëjnë, do me thënë, gjithë specialist, gjithë trajner, gjithë to shoqata, sporti këtu po vdes. Në fat keq. Të gjë, nuk do të zi, unë e them, sepse nuk kam asnjë lloj po vdes futbolli. 17-a, 13 veta, ore, këto që do me thënë, unë kam qenë 14 vjeç në 85-ën. Isha e paratërin, trajner me Gjita Gjiu. Ishin 6 ekipe, me seleksionimet dhe paratërin. Dhe ishe, do me thënë, kish 22 lojtarë ekipi paratërinve dhe 22 kandidat për lojtarë. Por të mos hedhur, sepse Ishin shumë fëmijë që donin të ishin pjesë edhe normalisht për mos të lënë. Mos të abandonuar ëndrën. Bravo, kandidat për kandidat mjesht ka qenë para. Dhe kjo punë ishte kandidat. Sot nuk ka fëmijë. Nuk ka fëmijë. Po zhduket basketbolli femrave që ne kemi në maj. Në vende të tjera nuk ka më Elbasani basketboll femra. Është turp i madh. Elbasani me pallat sporti. Që ka pas shumë të mirë atëra. Si Elbasani ka pas volejboll të papa. Ka qenë Jusen Domi, do të thënë një majmën, do të thënë. Ku bëj pallati sporti, do të thënë, bësh të ngrish infrastrukturën dhe mos kesh njerëzve pallat sporti të luajnë. To diçka do të thënë është shkulmi këtu në atë vend. Ky është problemi i madh që dhe tani po bën Armando Duka ka bërë një sistem që po afron ca ekipe, po bërë ca lëvizje që po shoqëri që bën 6 ekipe. Ne ishim 4, 5. Ishim 14 kur hapi Frenzia. 14. Sot kanë bërë 6 ekipe. Sot 6, ishim 4. Ora, këto më thënë pasë bëjë femra, s'ka atletik më, s'ka gjimnastik më. S'ka not më. Këto sporte që ne kishim, ne jemi lindur me ato sporte. Si ne vini përshin, është dram. Marian, që do fitojmë? Se kupën e more? Unë për kampionatin jam dhe përvaj Champions League dhe vishti me mua. Ba, atë kemi të tre përpërpime kam bërë. Atë kam thënu, në Champions jam do vi. Ky është, ari, gjithsesi kampionati thash kam Shkodër, edhe po që futbolli është i vështirë. E kam, domethënë, është e frikshme Shkodra. Është e parë që e them, Shkodra ka pas asnjëherë. Kështu për që ka bërë ekip, që kanë investuar, goxha, kanë marrë lojtar, kanë... Ta i them në një për ta kasmuar, po ta e frikshme kjo e ka të mundur 2 herë kështu. Jo, unë mendoj se po përcjell mesazh tek kryetarët e tij që mos ta marrë lëndë në Shkodrën. Mbaj mend çapo të. Ja, normalisht Mario është jos. Mario u bë vite. Mbaron ndeshja, nuk e marr kur. Mario u bë vite që merret me mini futbollin dhe një mirat fush. Me qenë se jam këtu edhe ndodhemi në një studio uroj sukses edhe të ketë një sezon të bardh. Edhe është për të përgëzuar fakti që vazhdon ta mbajë gjallë, sepse besoj që po mos ishte Mario ndoshta nuk do kishte mini futboll në Vlorë. Por do them edhe diçka, një detaj që unë jam pak do thoja jam pasionuar për metodologjinë e futbollit për moshat e vogla. Dhe Brazili ka pasur shkollën numër 1, domethënë gjithë lojtarët më të mirë të Brazilit deri në moshën 10 vjeçare ushtroi vetëm futsal. Nisin nga futsalla. Shiko. Unë më tha këtë llaf Alini,
u kanë vite, jo se bere me futsal, por baza e futbollit të madh fillojnë këtu. Por në Bosnjë, kemi qenë Champions League në Bosnjë, presidenti i Bosnjës deri në moshën 10 vjeç luajti futsal. Jo futsal thjesht se është fushë e vogël. Lëvizjet e futsallit, markimet, bazat e futbollit për mua, nëse kanë sot probleme. Futbolli në Shqipëri sidomos ka këtë problem të madh. Ky ka një gjë shumë të keqe se mos më ikën Jo, mendimi. do ta them, ta mbështes te kjo që tha Mario, sepse Ky Bare, më thoj. 55 më tha që para dje. Po. 75 do jetë akoma në futsal. Jo, se në sport Nuk ka për ti dot një moment. Se ajo gjë vetëm na mban gjalla, na mban. E di pse ndodhe ajo, Mario? Sepse ti e ke kapur shumë mirë të detajet, dhe normalisht në moment që ti luan futboll salle ke syrin më të tret për të kapur detajet. Tek situatat 1-1 po themi, tek krijimi i hapësirës, tek shmarkimi, sepse është i tillë. Kurse fusha e madhe që ka ndryshe. Pse do ngrihet pyetja sot, pse nuk kemi ne shikojmë futboll shqiptar dhe nuk kemi, paktën po flas për elementet shqiptar, për futbollistat shqiptar, nuk dua të futem te tuaj se. Pse nuk kemi ne sot lojtarë që dinë të shmarkojnë? Pse nuk kemi ne sot lojtarë që dinë të markojnë? Apo jo? Pse nuk kemi ne sot, po ti shkosh në posturë në situata 1-1 sot lojtarët, futbollistët e kampionatit shqiptar nuk dinë të pozicionojnë trupin e këmbët. Mos u fut më Pse? Sepse sot nuk ka më formim tek moshat. Sot i jepet fëmijëve aty top, luani futboll dhe në moment që nuk do ketë formim tek akademia, ky problem do vazhdoj të jetë. Mario, suksese. Faleminderit. Dhe inshallah me titullin kampion se kam qarin tim pastaj. Faleminderit dhe ty suksese. Gjithashtu shumë faleminderit për ftesën. Ti uroj edhe suksese edhe ekipit të Orikumit, duke bërë një kampionat shumë të mirë. Deri tani ka fituar dielën 4-0, vjen të merret vend të parë, duke shpresuar që të ngjitet në kategorinë e parë. Normalisht i urojmë suksese flamurtarit të shtunën me të utën, duke shpresuar gjithsesi. Ju falenderoj dhe ju nderuar teleshikues, duke falenderuar fillimisht Marion dhe Arlindin. Faleminderit shumë që ishit së bashku me mua sot. Ju falenderoj dhe ju nderuar teleshikues që keni qëndruar së bashku me ne në këtë mbrëmje të kësaj të hënie, si gjithmonë i transmetimi orën 15 bashkë të në ardhshme. Ju pafshim.